Një nga marrëdhëniet më të komentuar në skenën muzikore shqiptare është padyshim ajo mes Noraj Strefit dhe ish bashkëshortit të saj, Robert Berisha. Edhe pse secili ka vijuar jetën e tij pas ndarjes, dyshja vazhdon të mbetet në qendër të vëmendjes sa herë që shfaqen bashkë në publik. Dhe kësaj here, një gjest i thjesht për domethënës e riktheu diskutimin mbi dinamikën e tyre. Gjatë një mbrëmjeje televizive ku e shkuara dhe e tashmja u përplasën në një mënyrë krejt të natyrshme, Noraj Strefi ishte e ftuara e radhës në emisionin e Robert Berishës. Takimi i tyre, i qetë dhe pa të papritura, u shndërrua shpejt në një atmosferë emocionale, fal sinqeritetit dhe humorit që i karakterizon të dy. Nora foli për sfidat personale që nga mosha 22 vjeçare, periudhë kur karriera e saj sapo po ngjitej, ndërsa paralelisht po përballej me fejesën, martesën dhe më pas mëmsinë. Ajo tregoi se shpesh ishte pasigurt nëse do të mund të rikthehej në të njëjtin ritëm pune, por pranoi se pavarësisht presioneve, çdo vendim e ka çuar aty ku është sot. Roberti ndërhyri me humor karakteristik, duke e pyetur me të qeshur: "A ke qenë e martuar me Norën ose nuk e paskan ditë?" Duke shkaktuar një moment të lehtë të cilin Nora e ktheu po me humor. Por momenti që i befasoi të gjithë erdhi kur ai nxori një kuti të vogël me bizhuteri dhe i dhuroi Norës një unaz diamanti që, siç tregoi, e kishte blerë në Shtetet e Bashkuara. Dhurata nuk ishte romantike, ishte një premtim për vajzën e tyre, Renen. "Këtë unaz e mban ti derisa Rene ti bëj 18 vjet", i tha ai, duke e shndruar objektin në një kujtim familjar që sipas tij duhet të udhëtojë me kohën derisa vajza të rritet. Nora, e surprizuar, reagoi me falënderim dhe humor. "Pas ka më u gëzu Rene për këto unaza shumë të bukura, edhe unë po ja përdori pak derisa të rritet." Roberti shtoi se unaza kushtonte rreth $10.000, detaj që e ndau po me humor për të zbutur intensitetin e momentit.